Në një pozicion të ndërmjetëm, ku kemi dy objekte kulti. Shën Marena, kishës e vogël, që i thonë edhe kapela, po që të habit që ajo i ka rezistuar kohëve. Ka që vogël me atë mision që ka për të shkollë njeri dhe për të ndezur një qiri. Duhet të qenë ndonjë vend i shenjt nga vendasit, ndonjë burim, ndonjë vend ku ndoshta është bërë ndonjë mrekulli, dhe që nuk, ose ku mund të ketë qenë rënoja dhe ndonjë kishe të mëparshme, e cila është rënuar dhe është ndërtuar në kujtim të saj kapela, ku njerëzit besimtar të zonës shkojnë dhe ndezin qirinë. Po, gjithsesi ka një vlerë monumentale, nuk po i qëmë vlerë të madhe monumentale, po vetë fakti që ajo i ka rezistuar kohës përbën një respekt të madh. Dhe këtu, unë mbaj mend vite më parë, kam kaluar përmes kësaj rruge në breg të Lumit, edhe ka qenë kisha e vjetër Shën Spiridonit. Ne e kemi dhenë si kronik në televizionin tonë. Edhe më habit do më thënë një pamje krejt e kundët, megjithse mendoj që edhe kisha e vjetër do të ishe një monument i kultit. Përveç se një objekt kulti, pa tjetër që do të ishin dhe vlerat si të është monumentale, sepse i dim vlerat do më thënë të afreskeve, i dim vlerat e ikonostasit, dhe shumë nga këto na kanë humbur. Kjo është kishe e ndërtuar, po më më të që vendi është i bukur sepse është i rritur, ka pushpani dhe është vetë pitoresk, pjeshimi është tajnë edhe kiparisat, selgjit edhe disa pemë ulliri. Po, kjo është fati monumenteve tona të kulturës. Furia ateiste e vitit 1967, pjesë të madhe të kishave, të xhamive, të teqeve, të tyrbeve i eliminoi, dhe që më do ta krahasoja me luftën e ikonave në Bizant, ku veprat të shkëlqyera të artit, pavarësisht se ishte art fetar ose kishtar, u shkatruan. Megjithatë, këtu në kufirin tjetër të fshatit mi fol, nëse pasi folëm ati ke bunkeri, folëm për kufirin ose për portën hyrëse pranë rrugës automobilistike në pjesën e majtë të saj, në sensin ku shkohet nga Novosela për në Vlorë, ndodhet fshati Mifol. Këtu jemi në prapatokën e Mifolit, ku mbarojnë shtëpitë e fshatit, dhe jemi nga ana e kundërt, jemi nga ana lindore, nga kisha Shën Spiridonit, dhe do vazhdojmë rrugën për të futur në fshatin Mifol me interes për